Një komb në heshtje, një vajzë në ferr, Shqipëria tronditet nga një tjetër akt pedofilie. Patos, një korrik 2025, një tjetër mëngjes I errët për Shqipërinë. Në qytetin e Patosit, një vajzë vetëm 12 vjeçare ka deklaruar në polici se është abuzuar seksualisht nga vetë babai I saj. Vajza, më e madhja nga 7 fëmijët e një familje të varfër dhe të pambrojtur, u largua nga shtëpia ditën e djeshme dhe u gjet nga policia, ku tregoi tmerrin që kishte përjetuar. Ajo u dha zëdhimbje së saj, duke thyer heshtjen e një ferri që ndoshta ka zgjatur me vite. Të 7 fëmijët jetonin në një çati me një përbindësh, ndërsa nëna, e cila ka dhënë një deklaratë publike, shprehet se nuk kishte dieni për ngjarjen dhe kërkon drejtësi me burgim të përjetshëm për burrin e saj. A jemi ende një shoqëri njerëzore? A ka më mbrojtje për fëmijët në këtë vend? A ka më nder? A ka më drejtësi? Ngjarja e Patosit nuk është një përjashtim. Është një dëshmi e qartë e një shoqërie të kalbur, ku ligji është I butë, ndëshkimi është formal dhe turpi është hedhur në kosh bashkë me ndërgjegjen. Viktimat janë gjithmonë të njëjtat, vajza të vogla, gra të pambrojtura, zëra të mbytur që bërtasin në heshtje, ndërsa shteti shikon nga dritarja. Ndërkohë përdhunuesit, pedofilët, sadistët me fytyrë normale gëzojnë lirinë, përshëndesin ndjekësit e tyre në Instagram dhe marrin lavdërime nga gra që s'kan as ndjeshmëri, as vetdije. Duhet ligj që nuk fal. Ne nuk duam më tituj tronditës. Duam dënime që nuk falin. Kërkojmë burgim të përjetshëm pa të drejtë amnistie për abuzues seksual të fëmijëve. Dënim me vdekje për rastet e përsëritura ose makabre. Listë publike kombëtare për pedofilët të pamundur për të fshirë. Ndalim të përjetshëm të çdo kontakti me të mitur. Sepse kjo nuk është më çështje morali, është çështje mbijetese. Qytetar, nuk është koha për të heshtur. Kjo thirrje nuk është vetëm për Shqipërinë. Kjo thirrje është për çdo qytetar të Kosovës, Maqedonisë së Veriut, Malit të Zi dhe çdo shqiptari me gjak e zemër që digjet kur dëgjon këto lajme. Nëse nuk ngrihemi tani, çdo vajzë e pambrojtur, çdo fëmijë I frikësuar mund të jetë viktima e radhës. Duhet të ushtrojmë presion të fortë mbi ligjvënësit me protesta, me peticione, me çdo mjet demokratik. Dhe përtej kësaj, me një reagim të pandalshëm qytetar dhe njerëzor. Nëse sot e lejojmë këtë mostër të quhet baba, nesër s'do të na ketë mbetur më gjuhë për të quajtur fëmijët tanë të mbrojtur. Për një komb që nuk mbron fëmijët, nuk ka të ardhme. Nuk kemi nevojë për më shumë viktima. Kemi nevojë për veprim. Kemi nevojë për ligj që frikson. Kemi nevojë për drejtësi që dhemb, për ta parandaluar të keqen para se të ndodhë. Sepse fjalët nuk mbajnë më peshë. Sepse vajza 12 vjeçare e Patosit nuk ka më nevojë për ngushëllime. Ka nevojë për dënim të përbindshit që I shkatërroi fëmijërinë. Koha për të ndryshuar është tani. Ose nuk do të ketë më nesër. Nëse je dëshmitar I abuzimit, mos hesht. Mos bëj kompromis me krimin. Heshtja është bashkëfajsi.